Xhamia e Madhe në Mek ka regjistruar një numër të paprecedent të besimtarëve dhe vizitorëve gjatë 10 ditëve të para të Ramazanit. Sipas autoriteteve, ajo gjatë kësaj periudhe është vizituar nga më shumë se 25 milion njerëz. Atje, më shumë se 11.000 punonjës janë vendosur për të organizuar aktivitetet, me 4.000 prej tyre përgjegjës për pastrimin e xhamisë, 5 herë në ditë. Për të akomoduar miliona vizitorë, Xhamia e Madhe është e pajisur me 20.000 shpërndarës të ujit Zemzem. Një nga sistemet më të mëdha të ftohjes në botë është gjithashtu i vendosur për të rregulluar temperaturat brenda xhamisë. Këto sisteme të avancuara ruajnë temperaturat të brendshme midis 22 dhe 24 gradë Celsius. Sistemi audio i xhamisë së madhe i përben nga 8.000 altoparlant, siguron transmetimin e qartë të ezanit, predikimeve dhe lutjeve në të gjithë 3 zgjerimet e xhamisë dhe oborret për rreth. Veç këtyre me rreth 120.000 njësi ndriçimi, xhamia mbetet e ndriçuar gjatë gjithë vitit.